Zona historike e qytetit të Shkodrës, që është edhe zemra e qytetit, vazhdon të përballet me një situatë absurde, ku çdo investim është bllokuar dhe kjo vetëm për fajin, neglizhencën dhe papërgjegjshmërinë e firmës GeoConsult. Kjo firmë që po bën së fundmi PDV-n e zonës historike, ka fituar tenderin në pranverë të vitit 2025 me afat 4 muaj, por ka kërkuar disa herë shtyri afati dhe pritej që brenda këtij viti të përfundojë PDV-n, por pavarësisht presionit të Bashkisë Shkodër dhe gjopave të vendosura nga Bashkia Shkodër, siç e parashikon kontrata, sërish GeoConsult shkel çdo afat dhe sot jemi në kushtet ku ende zona historike, e cila është 30% e qytetit, nuk ka PDV. Burimet të Star Plus bëjnë të ditur se kjo firmë GeoConsult ka tentuar të vendosë tek PDV-ja në disa zona edhe ndërtime nga 5 deri në 7 kate që janë të ndaluara për një zonë të mbrojtur, dhe kjo ka sjellë edhe ndërhyrjen e institucioneve për ta ndaluar. GeoConsult ka shfaqur të tilla problematika edhe në bashki të tjera. Kjo situatë në zemrën e qytetit prej vitesh ka penalizuar me 10 investitor, të cilët nuk kanë mundur të kryejnë asnjë investim, pasi plani i detajuar vendor nuk ishte i bërë. Akoma më keq, shumë leje ndërtimi kanë kaluar afatet, duke shkaktuar miliona euro dëme tek shumë investitor. Në një situatë të tillë, mbetet që institucionet përgjegjëse dhe ligjzbatuese të ndërhyjnë tek firma GeoConsult për t'i kthyer zemrës së qytetit frymëmarrjen e investimeve dhe zona të mos mbetet një atraksion ku turistët fiksojnë aparatet e tyre godina gjysmë të shembura, duke kujtuar se i përkasin mbetjeve të pasluftës, por të kryhet detyrimi ligjor për përfundimin e PDV-s dhe zona të marrë zhvillimin që i takon një qyteti si Shkodra.